يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Transmetohet nga Ebu Yahya Suhejb ibn Sinan të ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është për të habitur me jetën e besimtarit. E tërë jeta e tij është mirësi dhe në khajr. Pastaj ka thonë, walaysa li ahadin walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. E kjo gjendje që të jetë çdo herë mirë në të gjitha rrethanat nuk është për askën tjetër vetëm se për besimtarin. In asabathu sarra'u shakar, nëse e godet atë një mirësi, ai është falendërues, fa kana khayran lahu, dhe kjo është khajr dhe mirësi për të. Wa in asabathu darra, e nëse e godet një sprov, një vështirësi, ai bën durim, sabër, fa kana khayran lahu, dhe kjo është e mirë dhe është mirësi për ta. Rawahu al-Muslim, transmeton Muslimi rahimahullah. لأمر المؤمن thot Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, fa inna sha'nuhu kulluhu lahu khair. Pra krejt jeta e besimtarit është khair. Dhe pastaj e qartëson se njerëzit ndahen pra përballë të mirave dhe të këqija, ndahen në dy lloje, në dy rrugë. Ata të cilët janë besimtarë dhe ata të cilët nuk janë besimtarë. Si e trajton besimtari gjendjen kur është në mirësi edhe në sprov, edhe si e trajton pa besimtari. Pra besimtari në të gjitha rrethanat, fel mu'min ala kulli hal ma qadara Allahu lahu khairun lah. Në çdo rrethan besimtari është mirësi. Atë që ka caktuar Allahu, pra është në mirësi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ka një fjalë të unwan as-saada thalatha. Rruga e lumturisë është tri, janë me tri çështje arrihet lumturia. Unwan as-saada thalatha. Thot idha ibtuliya sabr. Robi kur sprovohet bën durim. Wa idha an'ama shakar. Kur begatohet me mirësi, ai është falendërues. Wa idha adhnaba istaghfar. Dhe kur bën mëkate, ai kërkon falje. Pra esenca e lumturisë këtë dunja është këto trija. Prandaj si e trajton besimtari gjendjen kur është në mirësi, ai është falendërues. Është falendërues. In asabathu sarra, pra nëse një mirë qoftë ajo ni'metun dinije, qoftë mirësi e fesë apo e dunjas. Dhe këta, domethënë kur e mendojmë ne, kur begatohet robi, kur ka mirësi, zakonisht njeri mendon vetëm të naj të shëndeti, të naj jetë e bukur në të kuptimin, i ka pasuri, ka vend strehim të bukur, ka të mirë, të rahatshëm, por mirësia kryesore është dituria dhe vepra e mirë. Kjo është mirësia kryesore. Cila është pasuria më e madhe që ka njeriu? Është me qenë me pas dituri, me pas vepra të mira, me pas virtyte të larta, pra si që është bujaria, si që është trimëria, do me thonë me pas të mira të dinit, me njoftë Kurani, me njoftë Sunetin, me pas shoqin e mirë, me pas të mira të dinit edhe të dunjas. Dhe çfarë është? Robi është falendërues. Pra njeriu duhet me qenë falendërues. E kundërta e besimtarit. Besimtari është nëse të mira që i ka, ai nuk është falendërues. Nëse të mira që i ka, çka do që të jepsh atij, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, ai është prej Allahut. Çdo mirësi është prej Allahut, por a është robi falendërues, ai i cili nuk beson Allahun dhe ditën e gjykimit? Ne pra jetojmë i shohim pa besimtarët, njerëz që s'kan iman, se çfarë se si trajtojnë, domethënë mirësitë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thot Sheikh Uthaymin rahimahullah bjen argumentet. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Thuaj kush ja ka bëu haram të mirat që ja ka dhënë Allahu, stolit që i kanë nxjerr për robërit e tij, dhe wat-tayyibatu min ar-rizq, dhe furnizimet e mira. Ka qenë gjahilet
mushriket janë zhvesh rreth Qabës. Dhe Allahu ka thënë, të mirat që ja u ka dhënë Allahu veshin, pra kanë bërë tavaf lakuriq, apo kanë pas bindje që mos më vesh mirë. Kush mund t'i ndaloj të mirat e Allahut që i kanë nxjerr stolit për robërit e tij dhe të mirat nga ushqimit, që ka shumë prej pabesimtarëve që i ndalojnë ushqimit që i ka lejuar Allahu. Pastaj thot Allahu, thuaj, qul hiya lil ladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah. Këto të mira që ja u ka dhënë Allahu në këtë dunja, qoftë veshmbatin, ushqimin, marrin pjesë edhe pabesimtarët. Por këto të mira që janë të përbashkëta në këtë dunja për të mirë dhe për të këqit, ato do të jenë vetëm për besimtarët ditën e gjykimit. Pra, besimtarët do të kenë veshmbathje, ushqim të mira në ahiret, e pabesimtarët jo. E pabesimtarët jo. Andaj, robi Allahut është ai i cili është falëndërues kur Allahu jep një mirësi dhe është durimtar kur sprovohet. Sprova është e vështirë për besimtarin. Sprova është e vështirë për besimtarin. Dhe besimtarët sprovohen. Ashaddu nasi al-bala'an biya, më shumë ti që kanë më sprovu janë pejgamberët. Thumë lemthel felemthel. Pastaj ata që vinë rrugën e pejgamberëve, në vijën e parë. Në vijën e parë, pra sahabët janë sprovu, dietarët sprovohen, njerëzit e mirë sprovohen, mund sprovohen me varfëri, mund sprovohen me vrasje, mund sprovohen me uri, por bëjnë durim rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky durim do të jetë shpërblim i madh në ditën e gjykimit. Sepse apo sprovohet me një smundje shumë të rëndë, çdo vështirësi që e ka, ai ka shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Saqë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, edhe një gjemb nëse hin besimtarin trupin e tij, ai duhet shpresojnë shpërblimin e Allahut. Pra një therr me nahi, një dhimbje e vogël, ne duhet me shpresuar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Apo ka ardhur hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përshkruan që besimtari sprovohet derisa ecë në tokë dhe asnjë mëkat nuk i mbetet në trupin e tij kur del nga kjo dunja. Siç ka ardhur një grua e cila ka pas epilepsinë dhe nga epilepsia ka filluar zhveshje në trupin. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndë, ka qenë ngjyrë e zezë. Pra ka qenë ngjyrës së zezë kjo grua ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka thonë o i dërguari i Allahut. O i dërguari i Allahut, unë kam këtë sprov. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë nëse ti don që ta lusë Allahun që Allahu më të shëru, unë do e lusë Allahun. Por nëse don që ti me bot durim dhe me fitu xhenetin, pra ki të garantu me xhenetin. Ka thonë i dërguari Allahut, pra po boj durim me fitu xhenetin. Vetëm se luta Allahun që kur të më godet kjo epilepsia mu, kjo smundje, mos më zhvesh. Sepse kjo ishte më e rënda për këtë grup besimtare, ka lutur Allahun subhanahu wa taala pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ajo pra nuk i ka ndodhur më kjo që të zhvesh trupin nga sikleti që e ka pas kur ka godit ai momenti i smundjes. Por kjo fjalë nëse bën durim e ke fitu me xhenetin dhe ky qëndrim i kësaj gruaje sahabije të nderuar na dëshmon neve sa e zgjuar e para ka qenë. Cila është zgjuarësia e saj? Se me gjuhën e pejgamberit alayhi salatu wassalam ajo e ka është dëshmu xheneti për të. Dhe ka pas qartë ajo. Se kjo është, pra nuk e ka zgjedhur përkohshmen që me humb përjetshme. Dhe kur flasin dietar se kush janë përgëzuar me xhennet, me emra prej sahabeve, për shembull arrihet deri në 40. Në mënyrë të përgjithshme themi sahabët janë në xhenet inshallah, pra e meritojnë xhenetin. Por në mënyrë individuale me emra dihet dhe të përgëzuar me xhenet, Ukasha, e kështu më shumë, emra tjerë, Bilal, për shembull pejgamberi sa më ka përmend Bilalin, por mesin e këtyre që është përgëzuar me xhenet, është edhe kjo grup që pejgamberi sa më ka thënë. Saqë sahabët më vonë sahabët ju kanë kallëzuar tabeinëve, pra që se kanë pa pejgamberin sa më ka thënë, a dëni mi pa njëri që ecë mi tokë që ka të garantuar xhenetin, ka thonë ja, kjo grua që është sprovu dhe ka bo durim. Prandaj jeta e besimtarit, sprovë është durim. Dhe durimi është shpërblim. Pra në çfarë do rrethane besimtari nuk duhet më angushtu jetën vetit.
po duhet me mbështet në Allahun dhe me bo durim rrugën e Allahut. Prandaj për këtë po thot kjo hadith, kjo mirësi nuk është për askën post për besimtarin. Në asnjë rrethon besimtari nuk është i dëshpëruar. Po duhet me qenë falendërues edhe duhet me qenë mirënjohës për të mirët e Allahut, njëkohësisht në sprova duhet me qenë durimtar. Duhet me qenë durimtar. Kjo ishte, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammed.